Godet Gjeneta publikon përgjime telefonike me Drilonin ku ai i kërkon të dalë me të natën vonë dhe thotë se nuk ka interesim për Sarën. Pak muaj pas përfundimit të spektaklit Big Brother VIP Kosova 3, një skandal i ri ka tronditur rrjetet sociale dhe opinionin publik. Finalistja Gjeneta Fetahu ka publikuar disa biseda telefonike të incizuara me Drilon Ramën, fituesin e këtij edicioni, duke akuzuar atë për sjellje të pandershme dhe kërcënime. Në audio përgjimet e publikuara, Driloni dëgjohet duke i kërkuar takim Gjenetës në orët e vona të natës, duke lënë të kuptohet qartë se ka prirje për flirt me të. Për më tepër, ai shprehet se nuk ka më interes për Sarën, vajzën me të cilën krijoi një lidhje brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 3. Në një pjesë të audios, Driloni drejtohet Gjenetës me fjalët: "S'kam takuar askënd nga Bigu sepse s'dua të merrem me askënd më përveç teje Gjenet. A duhet më ardh pa të pyeta? Qish bre Gjenet s'po del në takim? Po du me të pa live, e jo veç me ta dëgju zërin. Me të kallëzu, drejt më ka marrë malli veç për ty." Sipas Gjenetës, ajo vendosi t'i publikojë këto incizime, pasi ishte e kërcënuar nga Driloni dhe menaxheri i vet. Ajo nuk dha detaje të tjera mbi natyrën e kërcënimeve, por theksoi se dëshironte të mbrojë dhe të tregonte të vërtetën për sjelljen e boksierit pas përfundimit të spektaklit. Dhe kjo edhe njëherë na tregon se shumica e personazheve VIP lozin me dy fytyra, një për publikun ku bëjnë çdo gjë për të fituar klikimet dhe famën e tyre, dhe një në privatësinë e tyre ku e tregojnë vetveten, e ku kjo shpesh është e kundërta e asaj që ne shohim dhe dëgjojmë nga ta. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!